Mjafton t'i lyeni këmbët me sodë buke çdo mbrëmje dhe do t'i thoni lam të mirë këtij problemi. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm me shumë përdorime, duke filluar nga kuzhina dhe gjithë familja dhe tek tualeti. Edhe pse e përdorim atë për të fryrë brumin kur bëjmë ëmbëlsira në të shumtën e rasteve. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të hequr aromat e këqija nga tapeti, rroba dhe sipërfaqet e shtëpisë, dhe ajo në mënyrë efektive do të zbardhë edhe rrobat tuaja. Gjithashtu mund të përmirësojë ndjeshëm bukurinë. Këto janë disa nga përdorimet që ndoshta nuk i dini të sodës së bukës. Soda e bukës mund të Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pastroj gjithashtu edhe erën e keqe gjatë djersitjes. Përdoreni atë për të bërë një deodorant natyral i cili do të mbajë sqetullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Vetëm duhet të përzieni disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë sodë buke. Pastaj përdoreni këtë kombinim nën sqetullat tuaja për të shkatruar bakteriet, të cilat shkaktojnë edhe erën e keqe. Soda e bukës do të bëjë që të keni gjithashtu një lëkurë më të butë të këmbëve. Shtoni pak sodë buke në sapunin me ujë dhe masazhoni këmbët dhe duart me këtë përzierje. Kështu do të largoni të gjitha papastërtitë që i kanosen edhe këmbëve tuaja dhe gjithashtu do t'i mbajnë ato akoma dhe më të freskëta. Onikomikoza shkaktohet nga infektimet të thonjve kërpullor që i përkasin kategorisë së deformimeve të shumta të cilat shkaktojnë edhe probleme në higjienën tuaj të duarve dhe të këmbëve. Megjithatë, thonjtë të tuaj fillojnë të duken keq edhe kanë simptoma shqetësuese shoqëruese si eritema, heqje të lëkurës në zonën përreth tyre ose edhe probleme të ngjashme. Por si të përdorni sodën e bukës kundër problemeve të onikomikozës? Përpara se të prezantojmë këtë trajtim me sodë buke për onikomikozën, është e rëndësishme të sqarojmë se rezultatet nuk do të duken menjëherë. Ky produkt fillon në luftën kundër onikomikozës që në aplikimin e parë, por eliminimi plot i tij nuk do të ndodhë brenda natës. Kjo është një arsye pse duhet të jeni gjithmonë të qëndrueshëm në përdorimin e tij dhe të ndiqni rekomandimet e nevojshme për të larguar plotësisht edhe të gjitha përbërësit që shkaktojnë probleme negative. Përveç kësaj, ju rekomandojmë që të përmirësoni edhe vetitë e saj duke përdorur uthull molle, një tjetër përbërës antimyk me shumë përfitime shëndetësore, ashtu edhe në shëndetin tuaj të këmbëve. Zakonisht të dy produktet i keni në dollapin e kuzhinës edhe mund t'i blini me çmim mjaft të ulët dhe të favorshëm për t'u ardhur në ndihmë për rezultatet të cilat i keni shumë të nevojshme. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 1.5 litër ujë, 125 ml uthull molle dhe 30 gram sodë buke. Për të realizuar këtë përbërje ndiqni këto udhëzime. Ngrohni ujin në një temperaturë të tolerueshme për këmbët tuaja. Shtoni gjithashtu uthullin e mollës dhe derdhni përzierje në një tas të madh. Zhytni këmbët në këtë lëng dhe i lini të zhytura për 15 deri në 20 minuta. Më pas, thani mirë thonjtë dhe i fërkoni me një pastë me sodë buke. E lini që të veprojë për 10 minuta dhe më pas i shplani. Masazhoni ato me lëvizje rrethore për të eksofiluar sipërfaqen e thojë dhe lëkurën përreth tyre. Përsëriteni trajtimin çdo natë derisa pamja e thonjve tuaj të përmirësohet. Ju mund të shtoni gjithashtu edhe pak lëng limoni ose peroksid hidrogjeni në sodën e bukës për të përmirësuar veprimet e saj antimikotike dhe kështu rezultatet që do të jenë fantastike. Lodhja e ditës e ka peshën shumë më të madhe në darkë dhe para gjumit. Ndodh që gjatë ditës keni qenë mbi taka pasi hyni në shtëpi, këmbët tuaja thjesht nuk i ndjeni. Këmbët e lodhura dhe të bezdisshme mund t'jenë edhe në vështirësi ditën e nesër kur të vishni këpucët e reja nga që nuk janë çlodhur si duhet. Por si të eliminoni dhimbjet e këmbëve dhe t'i keni ato më të buta për ditën në vijim? Sërish vjen në lojë përdorimi i sodës së bukës, e cila ka veti antiseptike dhe efekte qetësuese për këmbët, sidomos për themrat. Nuk do të kushtojë asgjë dhe është mjaft e mirë dhe një metodë natyrale dhe shumë e suksesshme.
Ja çfarë duhet të bëni. 4 lugë gjede sot buke i përzjeni në 30 deri në 35 litër ujë. Hidhni sodën në ujë dhe vendosini këmbët në ujë të ngrohtë për 10 deri në 25 minuta. Me një gur të ashpër për themrat, masazhoni ngadalë themrat dhe shputat e këmbëve. Për t'i pastruar edhe për t'i pasur më të buta, përdorni pak vazelinë dhe masazhojeni me mollzat e gishtave. Pas 20-25 minutave vishni çorape pambuku dhe mbajini gjatë gjithë natës. Përsëriteni këtë teknikë për një javë. Pushoni për një javë tjetër dhe përsëriteni. Veproni kështu deri në 4 seanca dhe efektet që do të kenë do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj të këmbëve dhe jo vetëm. Kujdesi për këmbët është thelbësor për shëndetin tonë, por shpeshherë neglizhohet. Megjithatë, një ilaç i thjeshtë dhe efektiv në shtëpi mund të bëjë ndryshimin. Larja e këmbëve me krip në kombinim me sodën e bukës mund të jetë një rezultat çlollës për të cilën ju e keni shumë të nevojshme ta përdorni sipas mundësive që ju duhet. E rekomanduar edhe nga mjekët, kjo metodë jo vetëm që është e lehtë për t'u aplikuar, por do të sjellë gjithashtu rezultate me përfitime të mira për shëndetin tuaj të këmbëve dhe jo vetëm. Përfitimet e larjes së këmbëve me krip dhe sodë buke janë këto sipas Brightside. Veprim antiseptik dhe disinfektues. Ndihmon në largimin e bakterieve, veçanërisht kur vishni këpucë të mbyllura për orë të tëra. Kështu, aplikimi i kësaj përbërje në këmbët tuaja çdo mbrëmje do të sjellë rezultate të duhura. Mund të shërbejë gjithashtu si një deodorant natyral. Soda e bukës do të neutralizojë edhe aromat e pakëndshme të këmbëve duke rregulluar pH-in e lëkurës së këmbës dhe duke zvogëluar kështu edhe djersitjet e tepërta. Do të bëhet një eksofilim i lehtë. Zbut lëkurën e fortë dhe ndihmon në largimin e qelizave të vdekura duke i bërë këmbët tuaja më të buta. Relaksim dhe lehtësim i lodhjes. Zhytja e këmbëve në ujë të ngrohtë me krip dhe sodë buke do të zvogëlojë endjen dhe do të përmirësojë qarkullimin e gjakut, ideale pas një dite të lodhshme. Parandaloni infeksionet. Falvetiva antimikrobike ndihmon në ruajtjen e shëndetit të këmbëve dhe parandalon infeksionet kërpullore, siç janë kështu edhe këmbët e atletit. Zbut kallot. Efektive për zbutjen e kallove dhe themrave të çara duke i bërë ato më të lehta për t'u hequr. Por si të përgatisni banjon për këmbët me krip dhe sodë buke? Ndiqni këto hapa. Mbushni një legjen me ujë të vakët sa për të mbuluar këmbët. Shtoni 2 lugë krip të trashë dhe 2 lugë gjede sodë buke. I përzjeni mirë derisa të treten. Zhytini këmbët në këtë përbërje për të paktën 15 deri në 20 minuta. Thajini mirë dhe aplikoni krem hidratues për të ruajtur butësinë. Por sa shpesh duhet ta bëni? Ekspertët rekomandojnë ta përsërisni 1 deri në 2 herë në javë për të mbajtur lëkurat e këmbëve të pastra, të shëndetshme dhe të buta, veçanërisht nëse keni djersë të tepërta, kallo ose lodhje. Nëse simptomat vazhdojnë ose përkeqësohen, konsultoni me një specialist. Përveç këmbëve, kripa gjithashtu dhe soda e bukës përdoren edhe për eksofilimin e duarve dhe të trupit. Të kombinuar me ujë, me vaj ulliri dhe mjalt, largojnë qelizat e vdekura dhe lënë lëkurën tuaj më të butë. Shpëlarje goje natyrale. Soda e bukës do të neutralizojë erën e keqe të gojës dhe do të ruajë ekuilibrat e pH-it në zgavrën orale. Bën relaks më të mirë të trupit. Soda e bukës është një neutralizues për erën e keqe të gojës dhe ruan ekuilibrat e pH-it dhe gjithashtu relakson muskujt dhe përmirëson qarkullimin dhe ul stresin. Lehtëson pickimet dhe djegjet. Aplikohet si pastë, qetëson acarime dhe inflamacione dhe mund të japë gjithashtu rezultate mjaft të mira për shëndetin tuaj të këmbëve. Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues gjatë stinës së verës. Nëse vuani nga to, rekomandohet që të mos vraponi direkt te ilaçet, por të aplikoni përbërës natyral dhe të evitoni gjithashtu shkaktarët. Të kujdeseni më mirë për gjendjen tuaj të këmbëve është çelësi kryesor që duhet të ndiqni për të pasur një mbrojtje më efektive të shëndetit të tyre. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.